Shiko, përgjithësia e pastorëve, e imja dhe kushdo që drejton një kish, është që ti drejtoj njerëzit e Krishti, është që ti uzoj se si ti jetojnë jetën me qëllim në tokë, por edhe ti përgatis për përjetësinë. Ti përgatis njerëzit që ato të shkrimi për përjetësim, për kohën që do ikim a kjo botë. Sepse një ditë do ikim. Asë njërë se ka që fate biset, për e vërteta është që një ditë se cili, thot shkrimi, do të qëndroj para Perëndis. Edhe unë dua, puna ime si pastor, puna e ime si pastor është t'ju përgatis për pyetjet që do t'ju jap kopje të pyetjeve që t'i keni gati, që kur t'vit dita e provimit, jetofshim gjithë 100 kusur vjeç, por gjithsesi ajo ditë do vi një ditë, kur ti jesh 100, sa ka jetu plaka me gjatë në Japoni? 120 ca, një ditë kur ti jesh marrë, ti kesh gati. Ti kesh gati përgjigjet e 2 pyetjeve që do të na bëjë Perëndia. Shikosh, a ke pas shkollë në i profesor ti që ishte kështu zemër mirë, edhe ti jep të pyetjet e provimit para kohë? Apo ke pas mami mësuese, edhe mami ose babi njifte gjithë profesorët i merre para kohë, pyetjet e provimeve dhe i dihet gjitha, por sa qef do ishte për ty që je në shkollë, a do ishte qef ti dije pyetjet para se të vite provimi? Kush është dakord me këtë pjesë? Do ishte shumë mirë, sepse di si do përgatitesh edhe ç'a do thush. E njëjta gjë. Shiko, në lidhje me përjetësinë, me provimin, me pyetjet që do na bëjë Perëndia, është e kollajt. Sepse na i ka dhënë pyetjet. Ne i dim 2 pyetjet që ai do të na pyes ditën kur do jemi përballë atit. Hajde shoh, edhe uroj shumë që do jemi të gjithë të përgatitur për këto 2 pyetjet. Dhe në fakt, jo të gjithë do kenë mundësi të gjejnë 2 pyetjet. Një pjesë do kenë mundësi me të dëgjuar vetëm një pyetje. Edhe ndahet shapi nga sheqeri. Pjesa tjetër do kenë mundësi të gjejnë 2 pyetjen e dytë. Hajde shkojmë një çik te shkrimi. Romakëve, qa më i motor. Shiko, nuk është që e frikshme, është shumë e bukur. E doroj shumë që do jetë inkurajues ky mesazh. Romakëve thotë kështu. Të gjithë, që zi pas ka bo Danieli, ku që e zi, me vizat bardha. Romakëve thot, të gjithë, edhe shqiptarët, të gjithë do dalin para gjykatës Krishtit, sepse është shkruar, rroj unë, thot Perëndia, dhe çdo gjuhë do të përkulet para meje, edhe çdo gjuhë, goje, do të lavdëroj Perëndin. Kështu pra, se cili nga ne do të jap llogari Perëndis për veten e tij. Çdo gjuhë nuk kupton çfarë. Çdo gjuhë. Çdo njeri, shqiptar, kinez, afrikan, amerikan, australian, janë fan, gjithë. Të gjithë do të bie në një ditë në gjuhë, edhe gjithë në gjuhën e tyre do të lavdërojnë Krijuesin, për atë që ai është, për atë që ai ka bërë. Edhe kjo është, edhe por shiko, pjesa e fundit thotë se cili do t'jap llogari, çka kanë bërë kamshit. Se cili do jap llogari çka kanë bërë kolegët, se cili do jap llogari çka ka bërë fisi, se cili do jap llogari për gjithë Tiranën. A thot ashtu shkrimi? Është shumë e thjeshtë, se cili do jap llogari vetëm për një tek pull vetëm për veten e tij. Kështu që provimi, testi, ose ç'a do ta quajmë të provimin, ka 2 pyetje gjithsej. Kopjet po ja jap sot, që do jemi të përgatitur kur të vi koha, sepse se cili do t'jap llogari që i bie. Kjo është pjesë e bukur. Se cili do t'jap llogari që do thotë, duket si intervistë. Duket sikur do jem unë edhe Perëndia, edhe do pyes secilin. Nuk do do kemi kafe. Mirë do ishte të kishim kafe. Do jetë bisedë tek për tek. Kush është pyetja e parë? Kush është gati me dëgju pyetjen? A bëhet kurioz? Kush është gati me dëgju pyetjen e parë? Pyetja e parë do jetë e tillë. Çfarë bëre kur dëgjove për Jezusin? Kjo do jetë pyetja e parë. Kur dërgova birin tim në botë, çfarë bëre kur dëgjove? Që unë dërgova, ai dha jetën e vet, pagoj në kryq për ty edhe për çdo që beson. Çfarë bëre?
Edhe ky vend ose ky fron gjykimi quhet ndryshe froni i madh i bardh, që i bie te ky froni i madh i bardh, të gjithë do të kalojnë para këtij froni. Madje shkrimi thot të gjithë që i bie që nga Adami, Sefte, deri te Ademi i fundit, Asmani, Kasemi, që të lloj emrit ketë. Nga i pari fare tek i fundit fare që ka jetuar, ja si e thot, Zbulesa 20, vargu 10. Qa froni është? Pas të pash një fron të madh të bardh. Dhe pash ata, pash Jezusin që ulej mbi të, edhe nga prania e të cilit iku. Jam kurioz a bëhet kjo me AI. Ky vargu. Nga prania e tij iku dheu dhe qelli dhe nuk u gjet më vend. Nuk u gjet më vend. Ose në shqip i bie, mbaruan kohrat. Mbaroi hesapi. Mbaroi çdo gjë që ne dim që kemi pa, edhe që na kemi dëgjuar me vesh, kemi pa me sy. Çdo gjë. Vargu 11 thotë kështu. Dhe pash të vdekurit, të mëdhej e të vegjël që rrinin në këmbë përpara Perëndisë. E pe këtë pjesën? Tash i ka një gjë shumë të veçantë mas asaj. Edhe thotë kështu. Edhe pash qarë, edhe librat numër shumës u hapën dhe u hap një libër tek që është libri jetës. Kemi 2 sete librash, ose jo 2 sete. Kemi një grumbull librash shumë, kemi në ekran tjetër një libër tek. Edhe është do t'je pra është libri vetëm, si quhet libri vetëm? Libri i jetës. Edhe shkrimi thot, të ky libri tek pull, ky që është vetëm, ka vetëm emra. Vetëm emra, asgjë tjetër. Edhe që i bie në momentin që dikush zgjedh Krishtin Jezus në jetën e tij, si Zot dhe shpëtimtar, Bibla thot, emri jot shkruhet ku? Tek libri i jetës. Nuk shkruajnë gjëra çka ke bë, çka s'ke bë, ku është? Ku janë këto? Te librat. Libri ka vetëm një gjë. Vetëm emrat janë shkruar aty. E di pse? Sepse shpëtimi nuk fitohet me anë të veprave. Nuk fitohet. Është si thotë Efesianët, si fitohet shpëtimi? Me anë të hirit nëpërmjet besimit, jo nga veprat, që të mos mburret askush. Prandaj aty ka vetëm emra. Por te grumbulli librat, te grumbulli tjetër, aty janë detajet e gjërave që njerëzit kanë bërë, njerëzit kanë thënë, njerëzit kanë menduar, ore sa i madh do jetë ai grumbulli. Sa i madh do jetë ai tuf. Nuk e di, unë mendoj që i tuf do jetë vetëm për mua. Se 50 vjeç, gjithë të menime, gjithë të ide, gjithë të gjërë, do janë aty, do jetë tuf, kjo tufa ime. Shiko, dhe Biblia thot, dhe njerëzit që nuk e zgjodhën Krishtin, nuk e zgjodhën, zgjedhja e Krishtit është me vullnet lirë, njerëzit që nuk e zgjodhën, Zbulesa vargu 20, kapitulli 20, vargu 12b, pjesa e fundit e kësaj thot kështu. Dhe të vdekurit u gjykua në bazë të gjërave të shkruar ku? Në librat, në numër shumës, sipas veprave të tyre. Nëse nuk e zgjedh Krishtin, dakord, hajde bëjmë mohabet me gjërat çka ke bërë në jetë. Asnjëri me mend kokë nuk do donte që Perëndia ta gjykonte në bazë të librave. Sepse aty askujt nuk i del hesapi. E sigur që kemi bërë, kemi thënë, kemi menduar gjërat mira, por po t'i vesh në kandar, mendoj që kandari do thyet mes duke nga krau tjetër. Kështu që edhe do të, por sa qef që është ky libri, ai që ka zgjedh t'i jap jetën Krishtit, emri i tij është tek libri, te numri 1-s. Sepse është, shiko, dhe do dallohet kollaj ndërsa jemi në tokë. Ka që kollaj që ka? Ka shenja dalluese për sa kohë jemi në tokë. Për ta ditë, ky është ke librat apo ke libri? Libri. E përsysh, kemi një lloj skaneri
me vete, sipas shkrimit, që ti mund ta dallosh, ky është nga librat, që nuk do me ditë varë për Krishtin, apo ky është tek libri. Edhe shiko, Mateo 7:21, Jezusi jepi çik më shumë shpjegime, edhe thot, jo çdo njeri që më thot, sot, do hyjë në mbretërinë e qejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qej, që i bie. Do ketë njerëz që do thonë aty, unë kam besu ke Zoti gjithë jetën. Unë s'kam lënë kishë xhami pa neziqëri. Unë s'kam lënë të martë pa shku të kisha e Shënënojt. Unë s'kam lënë ditë pa shku të Mali të Morit, si e kem në veni Mali të Morit. Unë s'kam lënë vend mirë e gjotë mirë pa bojë që kam ditë, Zot me le, po nafta më burë, nga Tirana në Laçë, disa ka shku. Sa herë kam qene, sa herë kam bodhe, sa herë jam, si thu ti që nuk të njof. Edhe shiko, edhe njerëzit do fillojnë të radhisin gjëra. Mateu 7:22 thotë kështu. Shumë do thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd, a nuk i dëbuam demonin në emrin tënd, a nuk kemi bërë shumë njerëz do thonë, o Zot, unë kam qenë te ICF-ja o burr. Unë kam qenë gjithë Krishtlindjen e 2025-ës, 26-ës, 27-ës. Unë edhe kam këndu, edhe s'di as me këndu, edhe prapë mundova me këndu ca kënga atje, edhe kam bërë ca gjëra këtu, edhe do radhisim gjithë gjëra që kanë duke frymërore, do themi shikoj se bëra këtë, edhe vargu 23 thotë. Dhe atëherë Jezusi do të sqaroj atyre, unë s'ju kam njohur kurrë, sa vargu 3 është. Largoni nga unë, ju të gjithë që keni bërë pausi. Shumë i vështirë vargu, nëse do m'jepi leje të hiqja në pjesë të Biblës, do hiqja këto vargjet. Kot për qef. Puna është se s'kam drejt. Dhe s'është librim, është libri tjetër burri. Edhe i ka zgjedhur që këto vargjet të jenë këtu, që i bie, ai thot, nuk ju kam njohur, ditë çka kuptimi ka, nuk kemi qenë miq asnjëherë. Nuk kemi qenë miq asnjëherë. Ti ke boca gjëra në dukje frymërore, po unë nuk do doja gjëra. Unë do doja ty. Unë do doja ty që bashkë ishim miq të ngushtë. Kjo nuk ndodhi sa ishim në tokë, kështu që larg prej meje. Kështu që përgjigjja e dur ndaj pyetjes çfarë bëre kur dëgjove për Jezusin, e di cila duhet jetë? Ata jep një kopje, se jam ai profesor i mirë. Aty jep një kopje, përgjigjja e dur do ishte kjo. Përgjigjja e dur do ishte, Jezus, kur dëgjova për ty, kur dëgjova për Jezusin, një, e pranova në zemrën time. Edhe e njoha personalisht. E njoha personalisht. E di kush është ai. E di kush është. Nuk kam qenë i përsosur, por gjithmonë kthehesha në shtëpi. Gjithmonë kthehesha te misia me të. Ty të kisha të parin. Nëse do i përgjigjesh siç duhet kësaj pyetjes, e di çanov, mirë se erdhe në shtëpinë e re. Edhe hysh, hajde me mua, në qiellin e ri, thot Perëndia, në shtëpinë e re, hajde hyr këtu. Edhe aty ka vetëm një kusht. Ai ke pranuar Krishtin. Ai një personalisht. Nëse është kjo, e kalove me sukses. Pyetjen e parë edhe hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Është, nëse nuk e kalon testin e parë, nuk bëhet më pyetje e dytë. Mbaroj filmin me një pyetje. Nuk të bie rruga ta dëgjosh të dytën, nëse nuk e ke njohur se ke besuar Krishtin, sa ke qenë ngjall, është që i bie ai person me trishtim duhet i ndarë përjetësisht larg pranisë së Perëndisë, sepse nuk e besoi gjën më të madhe që ka ndodhur në historinë e botës. Nuk është ngritja e flamurit në Vlorë nga Ismail Qemali, nuk është dita e çlirimit nga nazistët gjerman, nuk është as ulja e njeriut parë në Han, nuk është as javës tjetër 8 dhjetor 1991 fillimi i demokracisë. Gjëja më e madhe në historinë e botës është ardhja e Krishtit në tokë, zbritja e Perëndisë në tokë, që erdhi, jetoi, pagoi për mëkatet tona. Edhe kur dikush e mohon këtë gjë që është kaq super e madhe, është s'kam çfarë bëj.